Për të zbuluar kush janë autorët e vrasjes së vëllait, bëra hetuesin. Kështu shpreh dëshmitari i mbrojturi i drejtësisë Erion Alibej në rrëfimin e dytë për gjykatën e posaçme, ku thot se kishte humbur çdo besim tek autoritetet në vend. Unë kisha sistemin Teams që kontrolloja gjithë shka doja. Të gjitha, nga copja, qosja, dumanin, emrat nisa t'i identifikoj. I kisha me foto dhe gjithë hyrje daljet e tyre. Unë po humbja besimin tek institucionet e drejtësisë në Elbasan. Mësoj se Abedin Mama ka bërë një takim në Elbasan me Ardi Veliun dhe Tonin Vocajn. Kjo mu përputhe dhe me ndërrimin e drejtorëve. E mora si informacion. Ndërkohë, kërkoja për ekzekutorët e familjarëve të mi. E kam bërë vetë hetuesin, prokurorin, gjyqtarin, i kam vënë në dispozicion drejtësisë të gjitha informacionet e mia. Pasi më vran djalin e Dajës, Zylyfin, unë isha në kërkim. Atë kohë, unë gjithçka investoja vetëm për mbrojtje dhe për të gjetur ata që na goditën. Unë kisha dalë për hetime vetë, me motor, si shpërndarës picash. Pasi u dorëzua në polici, Alibej thot se i vuri në dispozicion policisë të gjitha informacionet që ai kishte grumbulluar, por sipas të penduarit, gjithçka ju kthye kundër tij. Pasi jam vedorzuar, i pari që kam informuar ka qenë Leonard Palushi. Në paraburgim, më vjen prokurori që më akuzonte për Gjoni Rustën, Ridvan Suka. I tregova gjithë shka dia, pasi ai kishte edhe hetimin e vrasjes së familjarëve të mi. Ja kisha dhënë gjithë informacionet punonjësve të policisë që ekzekutorët më kanë shkuar deri tek fëmijët në shkollë, deri tek nëna ime kur shkonte në Varreza. Është bërë zero veprim nga shteti. I është lënë hapësirë grupit të ekzekutorëve që ne të kishim mort një herë në 6 muaj në shtëpi. Ai tregoi me detaje edhe si porositi ekzekutimin e Dorian Shkozës për t'u hakmarrë ndaj vëllait të tij. Ishte shumë e rëndësishme që të vritej Dorian Shkoza, ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. Një natë më shkruajti Nuredini, vëlla, mbaroi i pari, shiko televizionin. Pas lajmet, ishte vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Këtë të dytin se kisha dëgjuar më parë. I thash Nuredinit, po këtë pse? Më tha, hajt se dhe ky i atyre është. Nuredinit për vrasjen i dhash 50.000 euro paraprakisht. Pastaj, Nuredinit i jap edhe 100.000 euro edhe për vrasjen e Altin Ndocit. Në total 150.000 euro. Në atë periudhë kisha kontakt me një person që i thoshin Hoxha tek Fresku. Ai më gjente mua armë nga Aleksander Baho. Erion Alibej është një nga bashkëpunëtorët kryesorë të drejtësisë në Shqipëri, i arrestuar nga dosja Plumbi Art.